Do me thënë rroga jote shkon vetëm lecka në Itali, mësuesët një palë pantallona e një gjyp i shkon në rroga 1800 në muaj. Edhe unë shto bëj. E para. E dyta, nuk i bëj lecka, i bëj rroba. Për mua janë rroba, për ty mas janë lecka. E para. E dyta, si që the vetë, është rroga ime. Që kështu është e drejta ime ta bëj çfarë të dua unë. Vese të keqja nuk kam, si që them unë, do me thënë. As nuk pi, as cigar, as alkohol, as si që gjë. I vetë një vesë keqje kam janë rroba, po dhe prapë, nuk është e harxoj gjithë rrogën time për rroba. E pare punës, kur blej roba që të jenë një çik të mira, që do me thënë t'i kem për shumë vjetë. Mund të kem rroba në garderobën time që kur erdha në Angli, do me thënë këtu e 10 vjetë. I kujdes rrobat e mia, do me thënë, po ti kujdesesh nuk e pse të blesh gjithmonë. Blej rrobat të cilat mendoj që do jenë për shumë vite, edhe si që kemi kuptuar të gjithë, moda kthehet prapë, që kështu rroba që kam pasur para 10 vjetësh, i vesh sot e kësaj dite, edhe duket sikur i kam bler sot. Që kështu nuk do të thotë se e harxoj të gjithë rrogën time në për rroba e në prashtu, po nejse, çdo njeri e harxon lekët që merr. Si të doj, një njeri do t'i bëj rroba, tjetri do t'i bëj këpucë, tjetri do t'i bëj çantat, tjetri do t'i bëj shtëpira. Ndaj punojmë, që të jetojmë edhe të blejmë ato që duam edhe që na pëlqejnë. Çdo njeri sipas zakoneve të tija, sipas qefit të tija. Ashtu nuk është. Që kështu unë i bëj edhe rroba, jo lecka, i bëj rroba, edhe pastaj ashtu tira më ashtu se nuk do ti me njërën tjetrën, shëndetin të kemi edhe të punojmë.